funksionin e tyre të deputetit në dobi të betimit dhe në detyrë të betimit të tyre që do të votojnë për të formuar dhe mirëmbajtur institucionet e vendit, ata po sillen. Konsideroni që të gjithë po bllokojnë. Po konsideroj që në këtë rast, derisa nuk marrin pjesë të gjithë deputetët e të gjitha partive opozitare dy në këtë rast, domethënë të gjithë ata që nuk marrin pjesë, në radhë parë shkelin kushtetutën me të dy këmbët, në radhë dytë shkelin betimin e tyre që kanë dhënë para qytetarëve se do të punojnë për këtë vend dhe institucionet e tij, si punon ti për institucione kur e bojkoton e saboton. Kjo është edhe sabotim, e keqardhje, si duan ata ashtu po në teori kështu vlerësohet kjo punë. Si duan ta vlerësojnë ata është shumë pak me rëndësi, e rëndësishme është që edhe teorikisht dhe praktikisht dhe në mënyrë doktrinare kjo është bojkotimi është sabotim dhe këtë nuk ja u ka thënë askush atyre kur ja ka dhënë votën këtyre njerëzve që pra individualisht mos flasim për establishmentet politike, udhëheqjet politike të cilat këtyre partive, të cilat kryekput po i shiqojnë interesat e ngushta të tyre partijake, po udhëhiqen nga to dhe jo nga interesat shtetërore dhe të Republikës dhe të qytetarit votues. Familja shumë përshtypje me njerë, pasi edhe përfundoi takimi Kurti Abdigjiku, ishte edhe reagimi i Hikmet Bajramit të LDK-s. Pra edhe kjo përçarja e LDK-s nuk është se po kontribuon në këtë çështjen e fakt në zgjedhjen e çështjes së presidentit. Pra ka